E dëgjoja me vëmendje fjalimin e para përgatitur të deputetes që më ka thirrur në interpelancë, i cili ishte një përsëritje e pyetjeve që u bën më parë, ndonse unë shpjegova për 20 minuta dhe siç thash jam e gatshme që të rri dhe minuta të tjera. Kuvendi ka mekanizma plot për të diskutuar dhe për të thirrur në raportim ministra pa antar qeverisë, ndaj jam e gatshme ta vazhdoj këtë diskutim edhe jashtë afateve të përcaktuara nga interpelanca. Ajo që mund të them është në radhë të parë që nuk e di në çfarë vendi të BE-s apo të Europës juve e keni parë, po prona publike nuk jepet me ligjin e prokurimit publik. Kjo është e vërteta. Prokurimi publik përdoret për procedura prokurimi. Prona publike jepet nëpërmjet procedurave, po ka ankande, por nuk jepet me procedurë prokurimi. Janë dy gjëra të ndryshme. Dhe ligji prokurimit publik për korporatën e investimeve, të lutem, për korporatën e investimeve është në fuqi si për çdo institucion tjetër. Ju thash në fjalën time që bilancet janë të audituara dhe të publikuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas çdo legjislacioni në fuqi, pra nuk është e vërtetë që nuk janë transparente bilancet. Thash dhe shpjegova procedurën e cila është e bazuar në VKM 137, e gjithë procedura e dhënies në përdorim të pronës dhe me dy faza e shpjegova në fjalën time, thatë që procedura nuk është transparente. Për stadiumin Selman Stërmasi dhe për të gjithë procedurat konkurruese të pronave publike që janë në vënë në dispozicion në bashkëpunim me privatin, të gjitha procedurat jo vetëm që kanë qenë transparente, por kanë qenë live. Mund të shkoni mbrapsht në kohë, janë akoma live, mund t'i gjeni konkursin ku ka një juri me ndërkombëtar që vlerëson të gjithë projektet që vinë për zhvillimin e pronës dhe unë shpjegova se si kjo procedurë bëhet me dy faza dhe kush janë kriteret që merren në konsiderat për vlerësimin e fituesit. Juve thoni që prona ka ndryshuar, që në Këshill Bashkiak nuk dim nëse do prishet apo nuk do prishet drejtoria e përgjithshme të tatimeve. Drejtoria e përgjithshme të tatimeve nuk ka lidhje fare me zhvillimin e stadiumit. Zhvillimi i stadiumit nuk e prek drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe përfaqësuesit që keni në Këshill Bashkiak duhet ju kishin informuar sepse janë atje për të dhënë zërin e popullit që i ka votuar, nuk janë atje për të bërë spekulime dhe gënjeshtra. Për sa i përket projekteve të Aslan Rusit, doja të theksoja që projekti Aslan Rusit është një projekt i cili është fituar nga investitor holandez, procedurë dhe kjo publike, procedurë të cilën mund t'ju referoni se dhe kjo ka qenë live, pra kur thritet në interpelancë një antar i qeverisë, kur dëgjohen shpjegimet, unë jam shumë e gatshme të bëjmë debate dhe diskutime mbi çdo lloj procesi, por ama ato që themi duhet të dëgjoni dhe të argumentoni mbi faktet që neve paraqesim. E shpjegoj edhe një herë dhe theksoj edhe një herë, dhënia në përdorim nëpërmjet AIC-s së pronës publike i ka shtuar vlerë pronës publike, nuk e ka paksuar në sipërfaqe, e ka rritur në sipërfaqe dhe nëse ato investime nuk do të ishin bërë në bashkëpunim me privatin, janë investime të cilat do t'i kushtonin buxhetit shtetit miliona e miliona euro dhe do ngelishin pa bërë investime të tjera në rrugë, në shkolla, në spitale apo çdo lloj investimi publik që qeveria ndërmerr. Faleminderit.